Deri tani duket sikur Sali Berisha po lufton me të gjitha bateritë e tij për të ardhur në pushtet. Në fakt ai e di fare mirë se në pushtet Partia Demokratike me Berishën në krye nuk vjen kurrë. Ndaj meseleja është gjetë. Është tek ajo të cilën ai nuk e merr kollaj pafajësia nga drejtësia e re. Duke ditur se SPAK apo gjykata e posaçme nuk janë më plepat e dikurshëm, atij intereson t'i hapen rrugët, dhe rrugët i hapen jo duke qenë në ndjekje penale, jo duke qenë i akuzuar dhe në procese gjykimi, por duke marrë pafajësinë e plotë. Dhe derisa të ngjas kjo, pra derisa të mbyllen proceset penale, duhen kohë. Pastaj kjo nuk dihet sepse akuzat ndaj tij janë të shumta. Pra Sali Berisha kërkon me betejën e tij si trampist i thekur vetëm pafajësinë. Pasi ti marrësh pushtetin Edi Ramos, duhet kalosh një 100 herë Atlantikun. Por kjo nuk ka të ngjarë dhe nuk ka gjasa të ngjas. Duke karikuar të vetët dhe bazën e çorientuar të partisë, Berisha po kërkon të duket sikur po bën fushat të ashpër, po godet ashpër edhe korrupsionin. Por a ka njeri në Shqipëri ta besoj skenarin e tij? Besoj se deri tani shqiptarët e kanë treguar një 10 herë me votë dashurinë ndaj asaj partie dhe kryetarit Berisha. Ndaj mendoj se nuk ka dilema. Por pse vepron kështu Berisha, pse akuzon, bën pis dhe arrin deri atje, sa thërret dëshpërimisht në protesta edhe nxënësit e shkollave. Natyrisht i duhet një tablo e qartë për të justifikuar qëllimin e tij. Duke thirrur protesta me disa qindra vet apo dhe duke ngulmuar të thërras në protesta TikToku edhe fëmijët e shkollave, ai po kërkon të tërheqë vëmendjen nga shkaku kryesor dhe meraku i tij vetëm të fitojë nga gjykatat pafajësinë. Ai nuk e merr dhe më keq akoma nuk e mban dot pushtetin. Ka 1001 arsye. E para nuk ka votat ta fitoj, nuk ka mbështetjen e brendshme dhe ndërkombëtare, nuk ka stafin dhe programin e duhur, nuk ka potencialet e duhura intelektuale për të drejtuar as bashkitë, edhe jo pastaj ministritë dhe strukturat e shtetit. Ka dëshmuar se ka dështuar dhe ka shkatruar sistemin e drejtësisë kur ka pasur pushtetin. Ka dëshmuar se ka zhytur vendin dhe qeverisjen në korrupsion. Gjithmonë kur ka pasur pushtetin, ka dëshmuar se nuk ka ditur të ruajë ekuilibrat e duhur me ndërkombëtarët edhe ka dëmtuar interesat kombëtare gjithmonë kur ka pasur pushtetin. Edhe më kryesorja ka drejtuar si bajraktar dhe jo si shtetar gjithmonë kur ka pasur pushtet. Ndaj Berisha nuk kërkon pushtet pasi e di që nuk e merr dot kurrë, por vetëm pafajësi nga gjykata. Vetëm pafajësia do të jepte atij edhe një herë shansin të ngjitej qofte edhe një herë vetme në podiumet e kancelarive europiane si politikan i amnistuar, pasi ato amerikane nuk ka shans t'i prek më kurrë.